Tjetër, zotë Ndoni, nëse më lejoni, duke qenë se edhe u përmend gjatë bisedës tonë që është e rezolutës, kam përshtypjen që arsyeja pse mori edhe kaq shumë vëmendje është në thelb është ajo që thoni ju, pa diskutim besoj bjem të gjithë dakord, që kur vjen fjala për çështje të tilla, pra të mëdha që i përkasin më shumë një interesi të përbashkët dhe një interesi qytetar, e mira është që të bashkëpunohet, pra në ku ta gjejmë, po e them sërish në gjuhë popullore, që gjëra të tilla të ndodhin. Kam përshtypjen që e gjithë, po themi pikpyetja, ngrihet mbi atë që mund të konsiderohet transparencë e këtij procesi. Ju me të drejtë e thatë që është e vështirë her pas here për publikun që të kuptojë, ndoshta edhe për shkak të terminologjisë që përdoret, por kam përshtypjen që jo vetëm për shkak të terminologjisë, po edhe për shkak sepse nuk flitet konkretisht, pra, me rregulla të qarta apo me gjëra të thona pastër dhe të lehtësisht kuptueshme. Mendoni dhe ju që ajo që ngelet ndoshta disa herë për të kuptuar mund të keq kuptohet? Shikoni diçka. Ka një problem për këtë, sepse faji është edhe për komunitetin tonë të medias. Edhe ne tash duhet të fillojmë të edukohemi me një sintaks dhe me një leksik tjetër për sa i përket problemeve europiane. Dhe po ta shikoni me kujdes, më vjen shumë mirë që ju vazhdimisht e bëni këtë temë, vazhdimisht lexoni, por po ta shikoni me kujdes, qoftë edhe në formimin e shumë njerëzve që referojnë për sa i përket procesit të integrimeve, e thjeshtësojnë dhe kanalizojnë politikisht. Ndërkohë që ky proces është proces mirëfilli burokratik, do kulturë shumë të madhe juridike dhe kulturë shumë të madhe të evropianizimit, por nga ana tjetër, do duhet realisht që kjo pjesë e leksikut të tregojë edhe problematikat e vendit tonë. Dhe ne problematikat i dim shumë mirë të vendit tonë. Për shembull, të marrësh problemet që lidhen me bujqësinë, problemet e mjedisit që janë shumë të dukshme tani, problemet politike të jashtëzakonshme, për shembull, një ligj partish që mungon, që është i pamenduar, tjetra financimi tyre që ju e dini tashmë ka kaluar siç ndodhi rëndonke në Komisionin e Venecias për ashtu dhe tjera, do kërkoj vazhdimisht pjesën e asaj që politika nuk e thotë është faj i të gjithë klasës politike tek ne, që është pjesa e mungesës së maturisë së duhur të tyre. Prandaj na duket leksiku i Bashkimit Evropian shumë i ngatruar, por leksiku i tyre në fakt nuk është fare i ngatruar. Dhe vërtet Shqipëria ka probleme, Serbia ka shumë më tepër, por keni parasysh dhe vetë vendet e Bashkimit Evropian tashmë kanë gjithmonë më shumë probleme, edhe vendet të cilat janë të integruar. Dhe në këtë sens, në mendimin tim, e dini cili është lajmi i mirë, që neve kemi filluar këtë proces, ne jemi brenda këtij procesi dhe neve na marrin parasysh. Shumë po ta jetonit ju jeni shumë e re, 97